Ka nisur procesi zhvendosjes së 102 kontenereve me mbetet kimike të rrezikshme të sekuestruara më herët nga prokuroria e Durrësit. Proces që po vijon dhe sot e në vijim. Prej afro një viti, këto kontejner kanë qenë të depozituara në zonën e Shënlashit, ndërsa tashmë po transportohen disa kilometra më tej në një vendodhje të re ende të paqërsuar publikisht. Nuk ka asnjë shpjegim zyrtar mbi arsyet e kësaj lëvizje, ndërsa mbetet e paqartë se mbetet e rrezikshme do t'i nështrohen procesit të azilësimit brenda territorit shqiptar apo do të transportohen jashtë vendit për trajtim të specializuar. Agjencia e Administrimit të pronave sekuestruara dhe të konsifikuara, e cila i ka në administrim, ka siguruar infrastrukturën për ruajtjen, ndërkohë që policia e Durrësit ka siguruar transportin dhe perimetrin e jashtëm ku mbetet u vendoset. 2800 tënë mbetje toksike që dolën për eksport nga Kurumi në Elbasan dhe rezultuan të rrezikshme, quan në një hetim të gjerë. Prokuroria e Durrësit ka akuzuar si përgjegjës kryesor drejtues së Kurumit dhe kompanisë Sokolej, e cila eksportoi mbetjet drejt Tajlandës. Ngarkesa u rikthye në Shqipëri pas denonsimeve nga rrjeti ndërkombëtar Basel, që monitoron lëvizjen e mbetjeve të rrezikshme. Në vijim të kësaj çështje, Prokuroria e Durrësit ka lëshuar 30 flet arreste, nga të cilat 23 janë ekzekutuar, ndërkohë autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje të mëtejshme mbi fatin përfundimtar të këtyre mbetjeve, ndërsa zhvendosja e tyre ka ngritur sërish pikpyetje mbi menaxhimin dhe sigurinë e materialeve të rrezikshme në vend.